Mesfushori Granit Xhaka thotë se nuk dëshiron të kujtohen në histori për keq, pra duke nuk kuptuar një fitore të mundshme të Kosovës me rezultatin 6-0 ndaj Zvicrës për të kualifikuar direkt në Kupën e Botës. Zvicra me një këmbë është në Kupën e Botës, pasi siç dihet, dardanët duhet të fitojnë me rezultatin 6-0 në Prishtinë për të rrëzuar nga pozita e parë. Xhaka për mediat zvicerane ka qenë i qartë se nuk dëshiron që një gjë e tillë të ndodhë. Në futboll kemi parë shumë gjëra, por nuk duam të bëjmë historinë. Duhet ta mposhtësh Zvicrën 6-0 fillimisht. Nëse ata Kosova e menaxhojnë, atëherë është faji ynë, deklaroi ai, raporton gazeta e madhe Blitz. Xhaka ndër të tjera edhe ka konfirmuar se Kupa e Botës 2026 do të jetë e fundit për të me fanellën helvetike. Më shumë gjasa është Kupa e Botës e fundit, edhe e disa lojtarëve të tjerë gjithashtu, edhe nëse është ka të bëjë vetëm që t'i shtym lojtarët e rinj nga jashtë me eksperiencën time. Gjatë ndeshjes Zvicër-Suedi ishte një rast i diskutueshëm ku lojtarët suedez u zemëruan me gjyqtarin shkaku i penalltisë akorduar. Suedia e bërë një gabim serioz. Donjëherë është më mirë të fokusohesh në atë se çfarë të bësh, më mirë ti, se të ankohesh për gjyqtarët, ishte përgjigjja e mesfushorit shqiptar. Xhaka tani do të udhtojë së bashku me ekipin e Zvicrës për në Prishtinë, ku të martën do të zhvillojnë përballjen me Kosovën. Pas ndeshjeve të orës 18 në kualifikimet e botrorit 2026, është konfirmuar se nuk do të ketë përballje Kosovë-Shqipëri në play-offin e botrorit. Kjo vjen pas humbjes së Shqipërisë ndaj Anglisë dhe fitores së Ukrainës ndaj Islandës, që do të thotë se kuqezinjt nuk do të dalin në vazon e dytë të shortit të play-offit. Edhe Kosova edhe Shqipëria do të jenë pjesë e vazhës së tretë dhe kështu nuk do të kenë një ndeshje mes tyre në këtë play-off. Kosova dhe Shqipëria do të jenë mysafire në ndeshjet gjysmëfinale të play-offit që luhet marsin e ardhshëm. Kosova në kualifikimet e rregullta parashihet të përfundojë e dyta në grupin B përveç nëse e mposh Zvicrën 6-0. Kështu do të dilte e para. Ndeshja Kosovë-Zvicër luhet të martën më 18 nëntor. Dardanët kanë 10 pikë teksa helvetët i kanë 13. Ndërkohë te Shqipëria gjithçka ka përfunduar. Shqipëria mbylli këtë kampanjë kualifikuese si e dyta në grup, pas Anglisë, e cila mori 8 fitore nga 8 ndeshje. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka bërë një postim të veçantë për Shqipërinë, duke përmendur suksesin e saj në këto kualifikime për botror. Ndër të tjerash, Kurti ka shkruar edhe për fitoren e madhe të kuqezinjve në Leskovec ndaj Serbisë. Ai shprehu dëshirën e tij që Kosova të takohet me Shqipërinë në turneun final të kampionatit botror që mbahet në SBA, Kanada dhe Meksik vitin e ardhshëm. Shqipëria, sikurse Kosova, e përmbyll fushatën e dyta, duke kaluar tutje në fazën tjetër. Nuk do të harrojmë asnjëherë fitoren ndaj Serbisë në Leskovec. Përkundër kalimit të pjesëmarrjes së tifozëve kuqezi dhe të flamurit kombëtar e në mbrojtjet e tifozëve serb kundër Kosovës, pikërisht nga qyteza që ne e njohim më së shumti për burgun famkeq atje. Urojmë që me Shqipërinë të shihemi në botror, shumë fat në ndeshjet e ardhshme, shkruan ndër të tjera Albin Kurti në Facebook.